Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderim të nësita kumet me Allah subhanahu wa taala, ati po xhurom që të lavdëroj dhe të begoj dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të pasqyrë. Të ndonë vëllezër, motivet e njerëzve teksa gabojnë janë ndryshme. Për shembull, ka gabime që vijnë si rrëdhimi i papjekurisë. Donjëherë njerëzit gabojnë shkaku i preardhjes kulturore. Ose donjëherë për shembull njerëzit gabojnë në sajt të një rrethane, mbas të moshës ose mbas të rrethit ose mbas të epshit e kështu me radhë. Gabimet më të rrezikshme njëhet janë ato të cilët janë zakone. Nuk ka gabim që e ki bë pse i ri, mirë po ka gabim se ka kaluar tek ti në ves, ka kaluar në zakon. Për arsye me gabu që s'dite o ndryshe. Ose me gabu që se ke menu mirë edhe kjo ndryshe. Mirë po me gabu se tu ka bo normal, edhe tu ka bo pjesë e natyrës edhe pjesë e karakterit, padyshim domethënë që trajtohet ndryshe. Ndaj sot me lenin Allah subhanahu wa taala kemi trajtu 3-4 vese të munafikut që na metën për ligjratës kalume. Mirë po që zakonisht ato janë gabimet mëdha, por jo vetëm kaq. Janë gabimet që zakonisht tek njerëzit janë domethënë vese. Janë domethënë pjesë e karakterit edhe rrjedhimisht domethënë nëse mund të folën në realitetin tonë shoqëror, janë tharmi i shkatërimit të shoqënisë. Do thonë shpesh kur bëhet ky muhabet çka s'po funksionon këtë millet, thjesht kthehen ato hadithet e munafikut edhe e kuptojmë domethënë pse nuk po funksionon ose pse ka humbur domethënë rezultati bereqeti e kështu me radhë, e sidomos. E që kjo mua më shumë intereson për arsye të misionit që e kena, shumë fetari, shumë udhëzime, nuk janë premtuese nëse s'heqët dorë për këtyre nevesëve. Do thonë elhamdulillah i udhëzuar me sunete, me atë me kët, mirë po shumë i relaksuar te cilësitë e munafikut, do thonë nuk shkon shumë gat, o kimë deviju, o s'ka me pas kur fa bereqeti kafetari, ose s'ka mu vazhdu. Me ty kam e përfunduar dhe nuk kam e vazhdu tutje ndoshta me pasardhësit e to, e aq më tepër që duhet me pas një diçka në konsiderat. Zakonet janë për ditëshmëria jote. Do thonë kur një diçka bëhet zakon te ti, bëhet zakon me rrejt, bëhet zakon me thy premtimin, bëhet zakon me tradhtu, bëhet zakon mos me majt amanetin, bëhet zakon domethënë më konën i ndyt në fjalë kështu me radhë. Që kjo për ditëshmëria është identiteti jot. Do thonë ajo shka është tek ti në përditshmëri të përcakton edhe rrjedhimisht të përfaqëson edhe ti e çike. Për arsye domethënë te çështja e zakoneve nuk mund të folën sikurse bëhet fjalë për një gabim të qastit ose bëhet fjalë për një gabim domethënë të tolerueshëm. Po i ricet në hadithe që i kena trajtuar edhe i kena përmend javën e kaluar. E shohim Muhamedi Imam Buhariu Muslimi për vlerës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thonë ayatul munafiq thalath. Shenjat e hipokritit janë 3. Idha haddatha kadhab, kur flet rrein. Wa idha wa'ada akhlaf, edhe kur jep një premtim nuk e mon, e them premtimin. Wa idha tumina khan, edhe nëse i lihet diçka amanet, tradhton. Në një transmetim tjetër të Imam Ahmedi Imam Muslimi thotë wa insama wa salla wa za'ama annahu muslim, edhe nëse falet agjëron edhe pretendon që është musliman. Këto janë cilësitë munafikut. Edhe nëse falesh, edhe nëse agjëron, edhe nëse pretendon që je musliman. Sigurisht se shohim në Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Amrit, për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë arba'u man kuna fihi kana munafiqan khalisa. Kush i ka 4 cilësi është puro hipokrit, me plot kuptimin e fjalës. O men kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yad'aha. E kush e ka vesh një cilësi, e ka një cilësi të nifakut derisa të heqë dorë prej saj, idha tumina khan, kur i lihet diçka amanet, tradhton, nuk është besnik. O idha haddatha kadhab, dhe kur flet rrein, o idha ahada ghadar, edhe kur jep besën, e thën besën, o idha khasama fajar, edhe kur hin në armiqsi, s'de kufi. Kur prishet me dikan, rrein, thot pa vërteta, edhe nuk di domethënën komunalen. Për arsye, kisha pas dëshirë këtu me bëni vërejtje. Çka nëse i kishmi cituar këto hadithe, mirë po pa e thonë që këtë fjalinë e parë, ayatul munafiqi thalath, shenjat e munafikut janë 3. Çka nëse kishmi thonë, janë 3 shenja, çka na kishte shku menja? Shenjat e kujt janë këtu? Nëse se kishmi përmend munafikun, kush është personazhi që mas shumë ti na shkon mende? Për arsye domthon ky hadith kur flitet për munafikun, mos më na shku menja shenjat të folë veç për atë munafikun e kohës për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na të folë për një personalitet që është mesin ton. Mirë po, çat sa më nome që rreth joni përfaqëson çto veti, çfarë do të thonë që ne i takojmë çti rrethi? Çfarë do të thonë që ne i takojmë kësaj shoqënie? E me një shoqëni ku ti domethënë prej saj vjen ose në të i rrit me ta e ki për dishmërinë, je i rrezikuar pa atë sa ata i kanë këto cilësi, je i rrezikuar me aty domethënë më kon i predispozuar. E përmend ligjatën e kaluar që ka thonë Hasan al-Basriu al-kadhibu jima'u nifaq, kush e ka rrenë i ka këtë cilësi të munafikut. Sepse realisht rrena i bën këto tjerat. Kush është shumë i relaksuar me rrejt, edhe thën premtimin, edhe thën besën e kështu radhë. Mirë, po megjithatë, me lenin Allah subhanahu wa taala kena me trajtuar në këtë ligjrat 4 cilësi të tjera që nuk jam përmendur domthonë ligjratën e kaluar dhe kush e kupton
shëmtinë e veseve që kanë të bëjnë me rrenën, e kupton edhe shëmtinë e veseve të tjera. Dhe kush nuk heq dorë për rrenës, nuk e ka larg me përfunduar edhe tek, domethënë këto cilësitë e tjera. E para që nuk është përmend ligjratën e kaluar, wa idha wa'ada akhlaf. Kur jep premtim, nuk e ma premtimin. Kur jep premtim, nuk e premtimin. Kur kjo cilësi e munafikut në dy situata. Situatën e parë është cilësia e munafikut ku e jep premtimin dhe teksa jep premtimin nuk e ka mendën për me realizu. Pin start domon që nuk e ka mendën që me realizu. Dhe e dyta kur ka mundësi me realizu edhe e shpërfill realizimin. Edhe e dyta kur ka mundësi me realizu edhe domethënë e shpërfill realizimin, ndaj piçëtu nis ngjarja e afrimit me rrenën. Domethënë nis në shtëpi për shkak i premton familjarëve, i premton fëmijëve, i premton bashkëshortës e kështu me radhë. Edhe ka dal tu relaksu te ky mëkat, vend deri sa vend te cilësitë e nifakut. Ashtu ka thënë dikush selefit, afatul murua ikhlaful wa'd. Kur nis mu prish burrnia, kur ja nis mu të bëj normal mi thy premtimet. Si të nis mu të bëj normal mi thy premtimet, thot veç ki nis me hin ngjarje të xhburnimit, edhe rrjedhimisht pastaj domon me kalu te ngjarja e munafiklokut. Kështu që njerëzit që shquhen për njerëzillok, njerëzit që shquhen për fisnikëri, janë shumë larg prej premtimeve. Për shkak të barrës madhe nuk japin shumë premtime. Bojnë mirë hiç pa premtu. Munon mu kanë të mirë hiç pa e kthy këtë në premtime paraprake, aq më tepër që nëse eventualisht japin premtime, e shoqërojnë me fjalën inshallah, ose edhe tjetër që ka përmend Forati ibn Sulmani dikush për dietarëve të hershëm, ka thonë kur të kërkohet diçka, ngoja njerin mirë, edhe thu jam tut ni, jam tut ngu, do të shosh ka muj me bë. Domethënë mos lëmën në kuptu që po jep premtime sepse domethënë kjo është e rrom pastaj nëse domethënë nuk realizohet e aq më tepër. Kush e ka vit kuqe njerëzillëkin? Kush e ka vit kuqe fisnikërin? Kush e ka vit kuqe fisnikërin e muslimanit edhe burrnin e muslimanit? E ka vështirë me gëlltit si cilësi nëse i përshkruhet që ky nuk i ma premtimet. Sigur se ka thonë dikush selefit al-Muthanna ibn al-Harith al-Shaybani, li an amuta atashan ahabu ilayya min an ukhlifa maw'ida. Thot me dek për etjes, është më e lehtë për mua se sa domethënë mi thy premtimet. Domethënë me marr deka, është ngjarje më e lehtë, shkoj te Allah subhanahu wa taala, se sa me thon, po kum pas punë me kët, po s'ka një llaf. E ka premtuar për diçka, po nuk e ka marrë domethënë premtimin. Pse çka çeron, që dikujt biselefit më thon, ma ka bull e baj dekën se sa me i thy domethënë premtimet, për arsye se cilësia munafikave. Për arsye se cilësia munafikave, ka shumë pejgamber sallallahu alajhi wasallam na ka thosur se cilësia e keqe. Po ku të kallzon që cilësia munafikut tregon për me botë të madhe. Kur arsye Abdullah ibn Umeri, sikur që është transmetuar, në shtratin e vdekjes. Në shtratin e vdekjes, imagjino domethënë momentet e fundit të jetës, do të më lënë në amanet, në testament, në këshill, në kështu e kështu me radhë. Edhe teksa u tu menu në retrën e jetës së tij, i thot aty në që i ka pas për rreth vetë, thotë jo tu më kujtuni diçka. Thotë moj mend thotë një herë thotë Mekë, njëri pi kurrejshve, ma pa të lyp një vajzë. Mënyrën që pa ta kthy fjalin u kon sikur se i kom premtuar që kom ta dhon. Mënyrën që u kom përgjigj sikur kom lënë më në kuptuar që kom ta dhon, thotë nuk du me taku Allahu me 1/3 e nifakut. Kështu që ketini dëshmitar që e vajzë është domethënë gruaja e tij. Pse vetëm mos me dal domthon para Allahut me një sisi për sisive të munafikut, ose Imam Buhariu, që ka qenë përveç se ka qenë imam i hadithit, ka qenë edhe tregtar, i ka ardhur malli, është thënë që i ka ardhur malli Imam Buhariut, edhe natën që i ka ardhur se i kanë ardhur tregtar të cilët e kanë bërë pazar për me e morr atë mall. Edhe e ka bërë pazar për 5000 dirham. Mirë, po nuk e ka bërë pazar në kuptimin e plot fjalës. Ai kanë vetë thonë sa e ki, sa lypti për këtë, kanë diku 5000. Ata dojnë me bletë, dini nesër e bëjmë mohabet. Vesh i thot dil nesër e bëjmë mohabet, nesër vinë tjerë t'ia lypin 10000, ja ofrojnë 10000, thot jo se dikujt promi ku më thon me 5000. Domthon nuk mund me dal pillafit se domthon i kompremtu dikujt që dil nesër e bëjmë pazar, domthon me len Allah subhanahu wa taala, thot la uhibbu an anqudha niyati. Thot nuk du me thy premtimin, edhe premtimin që kam pas thjesht në jetë, jo domthon në fjalë. Është një këtë kuptim ndërvëllëzër që kisha pas dëshirë me shpjegu për arsye të përditshmërisë. Domethënë është gabim me menu se premtim është veç premtimi që ti e shqipton fjalën të premtoj. Ka do gjona janë premtime të nënkuptueshme. Domethënë s'është patjetër me thonë të premtoj, por me thonën pastaj që e majt ose se majt premtimin. Për shembull, kur ti fjala vija e lyp vajzën dikujt, nuk ki nevojë mi premtu atij që unë kam me trajtu çikën tonë me dinjitet. Sa ajo është e nënkuptueshme. Mon kur dikush të jep vajzën, ajo është pjesë e premtimit që ti duhet të sill mirë me të. Pjesë e premtimit që duhet me trajtuar çu çdo domethënë sipas rregullave. Ose për shembull kur je shok i ngushtë me një vëlla, edhe ki dikan dos, nuk ki nevojë me premtu që nëse ti përhapi sekretet. Kjo është e nënkuptueshme. Kjo është e nënkuptueshme që domethënë pjesë e kësaj shoqënie që ti zguzon me përhap domethënë sekret, ose për shembull kur je afër domethënë me një hoxh, është pjesë e nënkuptueshme që ti smunosh me folën e mërti.
S'mundesh domethënë mu deklaru veç për shkak të afërsisë kështu më radh. Nuk ka nevojë më thon po të premtoj edhe po të jap fjalën që nuk kam e bë domethënë në diçka të tillë. E aq më tepër që shpesh domethënë njerëzit e thjeshtojnë këtë domethënie, edhe prandaj domethënë të njerëz është bën normal për shembull edhe mos kthimi i borxhit. Sepse ai për shembull kur lyp borxh, konsideron që është nxorr, konsideron që është domethënë vështirësi, edhe rrjedhimisht e viktimizon veten skajshmërisht duke e legjitimuar veten për çfarë do lloj domethënë shka e bën tutje aq më tepër edhe që ndoshta as më nuk e ka për me kthy. As më nuk e ka domethënë për me kthye domethënë në borxhin, sikurse e shohim Imam Ahmedi Imam Buhariu prej Abu Hurajras pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë men akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adda Allahu an. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush i lyp njerëzve borxh, edhe ju merr, edhe teksa i lyp njerëzve borxh e ka menën me kthy. S'ka nevojë me thon po të premtoj çka më ta kthy borxhin, se është nënkuptueshme. Masi e ka emrin borxh, duhet të më di që do të më kthy. Thot kush e merr dikujt borxh, edhe e ka menën me kthy, Allahu ja kthen borxhin. Thot wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. E kush do vesh më shfryzon njerëz pasuritë, edhe nuk e ka menën për më kthy. Thot Allahu ka më shkatrur këtë njeri. Nuk thot ka më shkatrur pasurinë e tij, atë edhe pasurinë e tij. Atë pasurinë e tij sepse domthon njëtë ka pas mos më majtën domthon premtimin, teksa domthon ka lypën borxh, kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lut shumë që Allah më rrit pi borxheve. Sikurse e ka shënuar Imam Ahmedi Buhariu Muslimi pi Aishës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë e ka lut Allah, "No Zot, ruajm pi borxheve." Edhe ka ardhur kush i ka thonë, "Ma akthara ma tasta'idhu min al-maghrem." O dir Allah, shumë po të lut o Zot, ruajm pi borxheve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Inna rajula idha gharim haddatha fa kadhaba wa wa'ada fa akhlaf." Thot po lut na thot se njerëzit kur morin shumë borxhe, shlohen e çelin këtë derë, thot folin edhe rrajn pastaj. Premtojnë edhe nuk i mojnë pastaj domthon premtimet edhe i thënë premtimet edhe pastaj domthon del pi burrnies edhe çka ndodh pastaj të bëhet normal ndoshta ka dal me thy premtimin edhe që jep Allah subhanahu wa taala. Domthon nuk bosh munafik në raport me Allahun, pa bën në raport me njerëzit. Domthon ka dal të bën normal mi shkel njerëzit në kontratën, llafe kështu me radh, vend dita që domthon e trajton Allahu subhanahu wa taala, thot Allah azza wa jall, fa aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah azza wa jall I ka dënu disa njerëz tu jam mjell në zemër munafiklëkun. Domthon bon munafika nuk ju shkullet kjo cilësi pi zemrës. Ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu. Thot deri në ditën e gjykimit, deri kur ta takojnë Allahun, këta kanë mëkon munafika në zemër. Pse? Thot se nuk I kanë nejt Allahut në llaf. Domthon e kanë kthy premtimin që e kanë Allahut, thot wa bima kanu yakdhibun edhe kanë rrejt. Domthon nifaku është rezultat I pritshëm I një përditshmërie ku ti thën premtimet. Edhe pastaj çka ndodh, Allahu dënon e mjell në zemrën e njeriut, domethënë nifakun deri në ditën kur ta takojsh Allahun. Domthon kur s'theket mos cilësi. Është pi formë e dënimit. Për shembull, mundesh me ra me një gabim të shprehurit, mundesh me ra me një gabim tjetër, ndoshta një javë, 2 be pishmana kthehesh ndreçesh. Mirë, po më bëu të mjell nifaku, si rrjedhim që tu ka bën normal mi thy premtimet, domethënë mundesh me nejt me këtë smuj deri sa ta takojsh Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ranohet situata, prej thymit premtimeve kalon në smujën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, smuja 3 dhe 4, o idha tu mina khan, kur I lihet diçka amanet, tradhton. O idha ahada ghadar, edhe kur e besën për diçka, e thën besën. Domethënë, tradhtia edhe thymja e besës, mos besnikëria janë cilësi të munafikut. Janë cilësi të munafikut. Domethënë, duhet me përsërit këtë, nuk janë cilësi që domethënë dëshme e gjetë një rrugdalje për me arsyetuar vetveten, madje edhe karshi pa besimtarëve. Madje edhe karshi pa besimtarë nuk guzon më konën besthym. Madje edhe karshi njerëzve ma pa besë, ndosh më kon ti I besës. Për arsye të madhe se kjo cilësia e munafikut më bën me prek domethënë besë, thot Allah subhanahu inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah nuk I don njerëzit që tradhtojnë. E ki tradhtu di kanë kontratë, e ki tradhtu di kanë ortakëri, e ki tradhtu di kanë në marrëveshje. Domthon Allah nuk I don njerëz që tradhtojnë. Thot Allah subhanahu inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. O I dërguar ne ty ta kena zbrit librin edhe ti gjyko mes njerëzve. Merë një situatë, gjyko mes dy vetëve, kanë një situatë, çysh po e shet ti? Thot dhe kur mos e mbroj një njeri shat tradhton. Mos e bësh situatë në asnjë rast me animuni tradhtar domthon teksa është duke u gjyku. Përderisa ka tradhtu. Madje edhe nëse ka tradhtu, mu afru te ti. Nëse dikush e ka tradhtu dikan, mu afru te ti. Madje nëse dikush ka tradhtu ndoshta një pronar për me armë të pru ty muhabetet atij pronarit. Domthon kur mos e ban njëri të afërt. Sa ai që tradhton tjetrin tradhton aty. Ai thot kur mos gabon me mbrojt me llafe, kur mos nxjerr argument mbrojtës për një njeri I cili domethënë është tradhtar, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej lutjeve që ka pas, sikur se e ka shënuar Abu Davudi, Shalmoni thotë hadithi është hasan, për Abu Hurajra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji'. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, ruajm prej urisë, se nuk ka shoqërues më të keq se sa uria. Wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sat al-bitana.
Edhe ruajmë prej tradhtisë, se nuk ka njeri diçka mrena më të keqe se sa tradhtia. Më thonë, e ka po me një lutje, do më thonë urin edhe do më thonë tradhtin. Kur është të përbashkë këta mes urisë edhe tradhtisë? Se uria është kur barku është bosh, kurse tradhtia është kur karakteri është bosh. Do thonë një njeri cili është i uritur në bark neve na dhimbet, a më një njeri që është i uritur edhe bosh në karakter nuk na dhimbet. Kjo më shumë për mëdhim sa i cili është duke duru për bukë. E shonim Muslimi prej Iyad ibn Himarit për Ahmed sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlun nari khamsa, 5 veta janë në xhehenem. 5 kategori njerëzish janë zjarmin e xhehenemit. Thot ad-dhaifu alladhi la zabra lah. I dopti që s'e ma vetën kontroll. I dopti që s'e ma vetën kontroll, do thonë nuk është në menaj. Është njëri lisht, ka epshët, ka xhnia kundërt, ai do të thonë nuk është në kontroll. Thot alladhi hum fikum taba, janë ata të cilët janë servilat e juve. Pastaj për shumë Rasulullah edhe pak më shumë na ka thënë kush është ky që s'ka trun, s'ka kontroll, s'ka burrni, thot la yabtaghuna ahlan wala mala. Nuk e ka njët me bë familje kë. Ky çështu do me çu muhabetin. Ka pak me pandershmëri, ka pak me servilizëm, ka pak domethënë këtu edhe aty. Thot çeta thot janë banorë të zjarrit të xhehenemit. Njerëz pa burrni. E dyta, wal khainu alladhi la yakhfa lahu tam'an wa in daqqa illa khana. Edhe ai tradhtari që veç pak më u shfaq diçka, shka lakmon me një këshyt me tradhtu me ta mor. E treta thot rajulun la yusbihu wa la yamsi illa wa yukhadi'u kan ahlik wa malik. Edhe i treti është ai i cili ditë natë veç këshyt me të prek familje dhe me të prek pasuni. Kategoria e tretë e banorëve të zjarrit të xhenemit. Wa dhakara al-bukhla wal kadhib. Katër thot e ka përmend ose rrenën ose kopracin. Edhe pesa thot wal shindhiru al-fahash. Edhe njëri degenerum, një harr i cili është shumë i ndyt në shprehur. Domethënë, ti çka e dyta dhe e treta. Domethënë njëri i cili tradhton, njëri i cili këshyr me të prek në familje, njëri i cili këshyr me të prek në pasuninë tënde. Kini vëmendje këtu kisha pas dëshirë me kthy në rrethrën e vëmendjes suaj ngjarjen e Jusufit alayhis salam. Ju e dini që Jusufi alayhis salam është akuzuar për tradhti. Edhe shkaku i kësaj akuze ka përfunduar në burg edhe ka vujt shumë vite në burg. Kur ka ardhur momenti që ka dal vlera e Jusufit alayhis salam, kur ka ardhur momenti që e kanë kuptuar kush është Jusufi alayhis salam, sidomos pasi e ka komentuar ëndrrën, apo? Mbreti ka thonë wa qala al-malik tuni bih. Mbreti ka thonë shko bëmani çat njëri. Imagjino njëri i cili ka nejt shumë vite në burg edhe vën bashaj shat ka shtin në burg, më thonë ai del. Edhe Jusufi alayhis salam nuk pranon me dal pi burgut. Thotë jo, shko thuaj njëri filloni çat mohabetin që sa akuzës për tradhti, tani unë dal pi burgut. Unë e baj gabull edhe me shtu edhe pak vujtje në burg, a unë me dal me fytyr. A më jo me dal pa e filluar çat mohabetin, atë preka unë në familja nuk kom prek në familje. A është i qartë? E pastaj domthon kur vën, edhe i thot një pjesë ditore thonë që kjo fjalë është e Jusufit alayhis salam, thot dhalika li ya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Le ta di se kom tradhtu. Le ta di se kom prekun e nder. A domthon bëhet fjalë për pabesimtar. Bëhet fjalë për mbret pabesimtar. Thot ni ta di se unë nuk e kom prek, thot edhe nuk e kom tradhtu. Wa anna Allah la yahdi kayd al kha'inin, sa Allah nuk i çon te para, nuk i jep sukses njerëzve tradhtar. Domthon mundet me shuni vjet 2, nuk ka çare pa dështuar njëri i cili tradhton. Për arsye e pranon me vujt, po nuk e pranon domthon më kon shumë i relaksuar që po akuzohet domthon nderin e tij si tradhtar. Pse? Sepse besa, amaneti, beslidhja, besnikëria, marrveshja, kontrata, edhe rrëdhëmisht tradhtia dhe thymja e besës janë vija të kuqe për një musliman. Nuk janë tema që o mirë mi pas. Janë vija të kuqe, ja je ja si. Domthon si ki çtu, si e kërkon hiç. Ki shkel çtu, si e kërkon hiç. Je i lesh çtu, shumë punë ki ala për më morë me vetveten për më bë musliman për më. Për arsye, ngjarjen e Jusufit alayhis salam e kena një diçka që sapo e thash. Domthon besnikëria dhe beslidhja e muslimanit është çështje e padiskutueshme me çdo, madje edhe me pabesimtar. Sikur se thot Memuni ibn Mehranin, 3 sene pabesimtarët dhe muslimanët janë të njëjtë. E para thot është çështja e besës. Ja besën pabesimtarit do të merret në llaf, do të merret në besë. Edhe muslimanit nëse. E dyta është çështja e lidhjeve farefisnore, domthonën e ki tonin i joti është, edhe nëse o pabesimtar, domthon shaj ki gjak e ki, edhe e treta thot, domthon çështja e amanetit, nëse domthon i ki marr amanet dikujt pi pabesimtarve, dosh domthon mu kon besnik, thot Allah subhana, wa aufu bil ahd in al ahd kana mas'ula, rrenin besë keni mu vet. Keni mu marr llogari për besën shaj keni dhon. Domthon nuk keni mu marr llogari veç për namazin, për zakatin dhe për ibadetet. Për çdo amanet, për çdo marrëveshje, për çdo kontratë, për çdo beslidhje. Edhe domethënë nuk është çështje që ka të bëjë me mëkatet e vogla, po ka të bëjë me mëkatet e mëdha. Thot Allah subhana, ya alladhina amanu awfu bil uqud, o ju që besu, realizoni edhe përmbushni kontratat që e keni mes veti. Përmbushni, realizoni, domethënë marrëveshjet që e keni domethënë mes veti, sikur se thot Allah subhana, wa awfu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la tanqudu al aymana ba'da tawkidiha. Thot
nëse e jepni besën, mane besën Allahut. Edhe në kohë që keni bë ben Allahut, nëse e keni lidh me Allah këtë punë, mos e lini këtë punë asgjë se çështje e madhe. Thot Allah subhana inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Allah e di çka keni bë. Edhe e di çka jeni të bë. Pse? Thot wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, se keni marr garantues Allahun. A disa njerëz sot e afroni fetarëve pse është fetar. A disa njerëz dikush i besoni fetarit një diçka vetë pse është shenjat e fetarisë së tij. E kur i del ma tradhtar se njerëzit pa fe, domthon kjo është një formë forme të keqpëdorimit të fetarisë. Kjo është punë forme me kurit fetarinë që ki. Ama pse u bosh normal? Se domethënë me fetari kanë krijuar paraqitje të mirë publike, me fetari kanë krijuar respekt shoqëror e pastaj kanë tradhtuar Allahun. Kjo nuk ka tradhti ndaj atij me sin ki pas punë. Kjo tradhti ndaj Rabbul Alamin te bareke ve taala, çaq është e rëndë vëllazër. Që Allah nuk e toleron tradhtin, edhe mos më nejnë llaf, edhe mos më mojt premtimin, saqë edhe pse i ka 99 rahmet Allahun ditën e gjykimit. Imagjinoni do 99 rahmete, një rahmeto këtu, 99 i kanë për ahiret. Shikoni çu trajton njërin i cili domthon tradhton. E shënon Imam Muhamedi, Imam Buhari, Muslimi për Abdullah Umerit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el-ghadiru yurfa'u lahu liwa'un yawm al-qiyamah. Ai i cili tradhton ka me pas një flamur në ditën e gjykimit. Mudallupi këtë krijesave. Thot yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. Thot çu kjo tradhtia filanit xhalit filanit. Domthon para këtë krijesave ka me ta marr Allahu fytyrën se filan vend e ki tradhtu dika. E ki tradhtu dikan kontrat, e ki tradhtu dikan marrëveshje, e ki tradhtu dikan bashkësi, e ki tradhtu dikan domethënë në sekret, e ki tradhtu dikan llaf, e ki tradhtu dikan pasuni, e ki tradhtu dikan familje. Domethënë ditën e gjykimit a mu bë ti xhenetli, para se mi në xhenet një rket banor kanë me pas se ti e kontradhtar. Ka mu koni flamur që domethënë ki tradhtu, edhe nuk jeni domethënë në bes, e as më tepër e shënon Imam Buhariu Muslimi prej Imam Buhariu prej Abu Hurajrës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah." Tre vet unë jam armiku i tyre në ditën e gjykimit. Thot i pari thot rajulun a'ta bi thumma ghadar. Dikush i cili ka dhënë besa pastaj ka thyer besën. Thot rajulun ba'a hurran fa akala thama. Edhe dikush i cili e robnon një njeri. E robnon një njeri edhe e shet edhe e merr çmimin e tij. Thot rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajra. Edhe dikush i cili e merr dikan punë edhe ja kryen ai punën ky si ja progën. Dikush i cili e thirr dikan punë ja kryen punën, edhe domthon ky nuk jep domthon pagesën sikur se është marrë vesh, aq e madhe çështja e besës në vëllezër, e shënojmë Buhariu Muslimi për Aliut radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse të çështja e besës këti harroni çka hadith mos harroni se është shumë thelbësor. Është thelbësor për me kuptuar filozofinë e Islamit, është thelbësor për me kuptuar thelbin, bërthamën e botkuptimeve islame. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wa dhimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum." Thot besa e muslimanëve është një, edhe nëse jep besë më i vogli muslimanëve. Domthon jena dykun tu ballafaqur me armiq, jena në betejë. Edhe njëri pi muslimanëve ka një shok natona, ka pa besimtar. Edhe ai thot, ajo është në besë teme. Zguzon kur kush musliman me prek. Zguzon kur kush më thon kush je ti mi dhon besë atij. Domthon një musliman, edhe mu kon muslimani më i pavler, më i pa domethënie, më i pa arrir, më i pa shkolluar, më analfabet. Kur që thot filani pi pa besimtar në besën teme, zguzon kur kush musliman me prek. Ka këtu një diskutim fik den sa vet mundot një individ me u dhon besë. Domethënë nuk guxon më shumë se 10, sipas dietarëve se për 10 jep e miri. A mo deri në 10, thu filani besë teme zguzon kur kush me thy atë besë, thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Faman akhfara musliman." Kush ja thën besën muslimanit? Në këtë momentin nuk thot kush e thën besën e vet. Domethënë filani ka dhënë besë, edhe unë shkoj e thej në besë muslimanit, besë vllajt tem, apo? Thot kush ja thën besën e çetërkujt pi muslimanëve, fa alayhi la'natullah. Mallkimi i Allahut qoftë mbi atë njeri. Thot wal malaikati wan nasi ajma'in, edhe mallkimi këtë melaçeve edhe këtë njerëzve qoftë mbi atë njeri. Njeri i cili ka thyer, për shembull, një kryetar shteti musliman i ka dhënë besë dikujt me hin shtetin e muslimanëve. I ka dhënë nëpërmjet vizës ose nëpër informa të tjera. Mos zguzon kur kush me prek. Është dogmë, na çtu besojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hin me besë. A ka hin besë muslimanit. A ka hin procedura të besës, po zguzon kur kush me prek. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Keni momentin, është muhabeti kur e shkel në besë muslimanin në raport me pabesimtarët. Thot la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati adlun wala sarf. Allahu që ti njeri shka ka thy besën e muslimanit, nuk ja pranon as farzët as nafilet. As farzët as nafilet. Nuk ja pranon ditën e gjykimit. Po ajo është kështu, është ashtu, ne kom menu, se kom menu. Domthon muslimani ka dhënë besë, nuk guxon domthon kërkosh me thy domthonën besën. Imagjinoni vllazni ku shkon koncepti besës në Islam. Domthon çka hadith, çka kam cituar që tash, definitivisht domthon është me këtë mentalitetin e muslimanit dopt këtij zamani është shumë vështirë me kap. Thot Abu Rafi'
Njëri prej sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur se shënon Abu Davudi, shërmoi të hadithi sahih. Thot ba'athani Qurayshun ila Rasulillahi sallallahu alajhi wasallam. Tham dërguan Quraysh, mushrikët e Mekës, dërguan te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si delegat, si ndërmjetës i tyre. Si domthon bartësi i atyre bisedimeve, negociatave që i kanë pas. Thot falamma ra'aytu Rasulullahi sallallahu alajhi wasallam ulqiya fi qalbi al-islam. Thot veç kur e pash Rasulullahi sallallahu alajhi wasallam, tham hini islamin në zemër. Ama kur ka arë si i deleguar i mushrikëve. Tha veç kur e pash Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tham hini islamin në zemër. Fa qultu ya Rasulullah, inni wallahi la arju ilayhim abada. Tha oj dërguar Allahut, vallahi s'kthena më ata. S'kthena ata të mit, ata mushrik që më çun me artë të tim me bisedu. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inni la akhisu bil ahd wala ahbisu al burud. Sa po më thonë nuk tradhtoj, edhe nuk i nali delegatët. Ti i delegumi tyne. Ti ki ardh këtu me pru llafin e atyne. Ti s'ki ardh me më përfasu mu, ki ardh me përfasu ata mushrik. E pastaj thot irji, thot walakin irji fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsika al'an farji. Thot ktheuni arte mushrik. Në kohë që e ke në zemër ala islamin, tani hajde me pranë islamin. Von bëjeni udhtim veti. Jo udhtimin që e konën, domethënë ty përfasu mushrik, se kjo tradhti. Kjo është domethënë tradhti, thot Abu Rafi, thot fa dhahabtu thumma ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aslamt. Thot ne shkova te mushrik, i çova Allahu çka më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, negociatat, pastaj tha era te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pranova domethënë islamin. Kështu që njeriu i cili i bëhet normal me tradhtu, edhe domthon me thym besë, edhe mos me mojt besën e kështu me radhë, i bëhet normal pastaj me thyë edhe besën te Allah subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu, ya alladhina amanu la takhunu Allah wa ar-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O që ke besu, mos e tradhtoni Allahun, mos e tradhtoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos i tradhtoni ato amanete që i keni, ndërkohë që domthon jeni duke ditë, e janë dy forma më të shpeshta në mesin tonë të tradhtisë ndaj Allahut. Po e përsëris tradhtisë ndaj Allahut mes muslimanëve, që kisha pas dëshimin në vizun, ndoshta ky ders do muajt edhe një herë tjetër, ma gjën në një rast tjetër. E para thot Allah subhanahu, ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. O që nge besu, pshtoni edhe runi vetveten tuaj dhe fëmijët dhe familjet e juaj, pshtoni pi zjarmit e xhenemit. Domthon Allahu kur të ka dhënë fëmijë, nuk të ka dhënë fëmijë veç se ti ke mundësi më shumë. Allahu ti ka dhënë amanet, si ja jep tauhidin, si ja jep sunetin, si ja jep ibadetin, si ja jep tërbijen e islamit, si ja jep ubudien me kuptu që janë kriju për me adhuru Allahun, ti ki tradhtu në amanet, se ti si ki kriju ata fëmijë. Ti nuk ju dhon shpirt atë fëmijëve, ti si ju dhon jetë atë fëmijëve. Ata e ka dhënë Allahu dhe Allahu sa njerën ka privu ty ta ka dhënë, ty ta ka dhënë në amanet. Fëmijët janë tut në aspektin e preardhës, nuk janë krijesat e tua. Ata janë amaneti Allahu subhanahu wa taala, kështu që kushdo që nuk ja ka dhënë tauhidin, nuk ja ka dhënë sunetin, nuk ja ka dhënë edukimin, kushdo që nuk ja ka dhënë madhnimin e namazit, kushdo që nuk ja ka mjellën fëmijës, domethënë mukon robi Allahut, në një ose tjetër formë domethënë e ka thy beslidhjen edhe e ka tradhtuar Allahun subhanahu wa taala. Forma e dytë më shpesh në vëllezër, thot Allah taala, "Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin." Thot janë disa njerëz, thot Allah subhanahu, i japim besë Allahut, o Zot, si të na ndret shrenat, si të na jepsh pasuni, si ta kena ekonominë pak më stabile, shumë kena me dhonën sadaka dhe shumë kena më kon njerëz të mirë. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ama si t'ju çelë dynjaja, si t'ju japë Allahut mira, këta këtë harrojnë çfarë Allah i kanë thonë. Do thonë e harrojnë beslidhen që kanë pas me Allahun subhanahu wa taala, dhe Allah te baraka wa taala kur i çun besimtar burra, kur jap emërtimin burra, ja pikërisht burrnin si emër që ka të bëjë domethënë me cilësinë e tyre të rujtjes së beslidhjes, thot Allah subhanahu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Ka mesin e muslimanëve që janë burra. Për çfarë burra të vol? Thot e kanë pas për një me besën që kanë me Allahun. E kanë marrë fjalën edhe besën që kanë pas me Allahun subhanahu wa taala, kështu që atij shka i mungon besa, atij shka i mungon besnikëria. Atij nuk i mungon vllazni veç njerëzillëkja dhe burrnia, i mungon diçka shka më e madhe. E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është hasan, për Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la imana liman la amana lah. Nuk ka iman çaj që s'u besnik. Nuk ka iman çaj që s'ka amanet. Wala dina liman la ahda la, dhe s'ka din çaj që s'ka besë. S'ka din çaj i cili domethënë s'ka besë. Domethënë s'ka iman, se ka imanin e plot, s'ka artë imani i vërtet, edhe se merr sevapin e plot të fetarisë së tij. Kështu që në surën El-Mu'minun Allah subhanahu wa taala kur flet për besimtarët, edhe i përmend këtë cilësitë e tyre, prej cilësive që e përmend në letë njoftim, çka i bën mu musliman, çka do të më shkruaj te letë njoftimi jashtë si musliman, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ata të cilët
për beslidhjet edhe amanetet janë shumë të kujdesshëm. Ata cilët për beslidhjet edhe amanetet e tyre janë shumë të kujdesshëm. Sa të kujdesshëm. Po e morëm shembullin e tonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, besoj që kush është ndersë te Hoxha Zbejtullah e ka përmendur te rasti i hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pit fundit që ka bëj hijret. Derisa ka ardhur leja dhe urdhri për me bëj hijret. Edhe vjen edhe e di Resulullah sallallahu alaihi wasallam që po bëhet komplot për me vrar. Edhe krejt para shtëpisë tij domthon po ja rrethkojnë armiqt nga çastin ças për me ekzekutu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e la Aliun vend ti. E la Aliun vend ti, nuk e merr Aliun me vetin në Medinë. Apo? A menoni se e kalon Aliun thjesht për mi hamendësu mushrikëve se me menun që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo me e fliu Aliun rritin i të mysin ty sonë po shkoj në Medinë? Aliun radiallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon për me i kthy amanetet. Thotë unë po bëj hijret, ti nesër filani ka pas do parë tonë, filani ka pas i kthen tani ti në vend Medinë. Domethënë edhe këta që para menon mas pa kohë këta janë bë ushtrit më e marr me luftu Resulullah në Medinë. Edhe ndaj qytetit u dosh më kon besnik. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon si arka e venit, u kon besniku i qytetit dhe shumë njerëz, shumë pasuni edhe shumë amaneti i kalon te Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirë, por kur vjen momenti ti mu tërhiq fsheu arazi prej Mekës, padyshim që kanë shumë të meç ato amanete pa i kry. Ja e le pastaj djalin e miqës vet, thot kryq ato amanete edhe pastaj domthon hajde në Medinë, kështu që sa larg mund të më kon pikë pejgamberi një vëlla që ka biznes, ka shitore, ka tezë, edhe nuk është korrekt me klientët e vet. Domthon ky pejgamber është çka është korrekt me pabesimtarët. Ky nuk është domethënë kërkon hiç me këtë shembulltyr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose sa larg mund të më kon pikë pejgamberi një vëlla që punon te dikush edhe nuk është korrekt me punën. Ose sa larg mund të më kon pikë pejgamberi një vëlla që ka një post, e ka një detyrë zyrtare, e ka një angazhim në institucione, edhe nuk është korrekt, e ky e ka më vështirë se ku ne lip ky më përpara halal. Se mas pranon ti ky paguhet prej pasurisë publike për mi shërby popullit. Ky domethënë ku na i lyp më përpara halal nëse se ka kry punën domethënë që çdo po edhe sa larg pikë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është cili do i cili është shkolluar në studime islame për me shërby fen Allahut, edhe është shkolluar me parat e muslimanëve, është shkolluar me zakatin e muslimanëve, është shkolluar edhe me thesaret e shtetit muslimanëve, edhe nuk e ndjen obligimin i fëmijës me mësua shkronjat, nuk e ndjen obligimin në triot mi bota vet, domethënë e kështu me radhë. Kështu që çështja e besës, edhe beslidhjes është domethënë çështje e madhe, e këtu kisha pas dëshirë me bëni shpjegim. Nuk është lavdrim, nuk është veti e mirë me dhon shpesh besë. Se i bie që ti pa dhon besë, je i pa besë. Domethënë njëri i cili thotë që besën po të jap, domethënë si ta bëj edhe si shpesh, kjo tregu se ky në që si e besë, dosh më ruaj se kjo i pa besë. Pasi domethënë dhënia e besës nuk ka cilësi e mirë. Domethënë dhënia e besës vetëm në situatë ku ti domethënë parim je i besës, po do me sforcu për arsye se ka ekzistuar një konflikt. Për shembull, e keni konflikt me dikan, e keni bela me dikan, e keni mosmarrveshje me dikan, do të marrë me dhon besë njerëzit në mosmarrveshjen, konflikt mundën me dal pi kontrolle. E do të me dhon besën që më sforcu që nuk kena me thyr diçka, domethënë në raport domethënë me njerëz. Domethënë sforcim i esencës e jo diçka domethënë e zakonshme, sidomos nuk ban me bë be shumë për me tregu që të thonë të vërtetën, sepse i bie që parimisht ti kur nuk ban be, i bie domethënë që potencialisht domethënë edhe mundesh me rrejt. Kështu që nëse je duke bashkëpunuar me një vëlla, ke hin në ortakëri me një vëlla, ose i ki kërku një punë i vllajt, ose je duke ofruar një bashkëpunim i vllajt, nuk dush me dhon besë, se i bie domethënë që nuk ka pjesë e marrëveshjes kjo. Pjesë e marrëveshjes është beslidhja. Domethënë hiç pa dhon besë ti ki dhon besë. Hiç pa dhon besë ti duhet me nejt llaf sipas marrëveshjes. Po domthon kjo ti kur jep, lemën kuptu që edukata është edukata tjetër, jo domthon edukata domthon e Islamit. Edhe e fundit dhe kërkon ndjes për zgjatjen, si tjetër e munafikut, o idha khasama fajar. Më bë më tu prish mohabetin me të, s'di kufi. Më bë më ron armiqësi me të, nuk di domthon vetë se me rrejt edhe domthon me shpif. Krasuja kom dëgjuar dika për dietarëve, thot nuk ka burr më të kompletuar se sa burri i cili e dëshmon burrninë e vet në armiqësi. Se më kon burr i madh ku kejt mohabeti i mirë është lehtë. Po më kon burr me plotin e fjalës, bashku njerëzit luftojnë, bashku njerëzit shpifin, bashku njerëzit thurin kurrë ndaj teje, bashkë atëre ti je i motor, bashkë atëre i përmbajtur, bashkë atëre ti, domethënë e bën më të mirë, me gazuar unë jam sigur jo. Që kjo është kulmi i burrnisë. Domethënë kur bashku ti prish me dikan, njerëzit prej te nuk e nin asnjë llaf, asnjë çome, asnjë shpifje, asnjë domethënë paturpsi, e sidomos në vëllezër, ajo që domethënë është më e shpeshta në realitetet tona fatkeqësisht, është ku njerëzit bën egërsina të pamenaxhueshme mas konfliktit.
Dhe këto para po e përses, cilësi munafikut o kjo. Kjo nuk është cilësi normal. Për shembull, fatkeqësia që na e shohim, ndodhin konflikte familjare, ndodh një divorc, ndodh një prishje ortakërie, ndodh një prishje e kontratës punëtor-punëdhënës, ndodh ndoshta edhe, domethënë një konkurrencë e egër mes dy vetëve. Mos zi për tjetrin. Mos shka ti vije më përpara me shaje, me rrejtë, me shpiv. Kjo është cilësia e munafikut. Kjo nuk është normal. Mon dendje ki pas gru sot, domthon kit llavët e këshia dynjas i thu. Dendje ka pas burr sot, çka ti vije keq me thon, mas prom ti është baba i fëmijës vet. Është nana e fëmijës vet. Po kjo mentaliteti munafikave. Ose 10 vjet ka bashkëpunuar me dikë dhe është bojdarë kështu më radh, ju ka momenti u prish, domthon çka ti vije zema fol për ta. Ose madje vjen në momenti kit sekretet i çet çka i kanë pas në atë afërsi. Shumë normal është me nejt në 10 vjet me pas sekrete që s'bami ditë kurkush. Ama domthon për cilësive të munafikut, që moment që na e prishmi marrëveshjen, kontratën, domethënë ky bëhet një egërsin, domethënë e pamenaxhueshme. Allah subhanahu wa taala kur flet për shembull për divorcin. Divorci mund të ndodhë njerëzve. Mi ndodh ndoshta ndonjëra njerëzve të mirë. Ama çka i porosit Allah subhanahu wa taala çiftin e ndar, thot wala tansawul fadla bainakum, mos ja harroni të mira që i keni pas mes veti. Megjithatë i keni pas do ditë mira. Megjithatë i keni pasën do situata që ti ki bë diçka për të dhe ajo ka bë diçka për ty. Ka u bë bashkët mi harru. Harrohen krejt kur e ki mentalitetin munafikut. Harrohen krejt kur s'ki mentalitet domethënë muslimanit të mrifillt. Ose Allah subhanahu wa taala e tregon kur ki armiqësi me dikan, thot feidha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ndonjëherë dikë ti e ki armik të madh, ama nuk i dihet, shkon shumë pak kohë, nashta e ki shokin më të ngushtë. Leren pak. Mos i thuj krejt llafët se po ki nesër e ki mik. Nesër ndoshta djali jot çikën e tij e ka gru. Aty domthonë e ki pas një mohabet në tezë, e ki pas në pazar, e ki pas aty, e ki pas tu, edhe domthonë X ky njeri s'ban për 700 vjet. Kjo nuk ka burrni. Kjo është cilësi domthonë e munafikut, e këtu kisha pas dëshirë mi nënvizu dy situata. Dy situata të cilat janë shumë të shpeshta, po du me i nënvizu pikërisht për arsye se mos me lën temën pa shembuj në rrafshin domethënë që na prek neve. E kam trajtuar një shkrim pak më gjatë kushdo me lezu ku rivaliteti nuk ta merr mendjen. Për shembull ndonjë vëllezër, kur ti je ngar edhe në konkurrencë me dikë i cili është i llojit tan, qoftë për çështje daveti, qoftë për çështje kombëtare, qoftë për çështje politike, qoftë për çështje biznesi. Mon ti edhe dikush një konkurrent. Amo të dy ti takoni të njëjtin lloj. Të dy ti të njëjtit saf. Mos këshyrat konkurrentin tan me zhduk. Bile mu kon burra më mirë, nimoj edhe ati me ekzistu në çfarë biznesin, çfarë fushën, çfarë politike, çfarë daveti. Pse? Se nesër ti e shkatron konkurentin tënd që është i llojit tan. Ja ki qel udhën me ardh ai i cili është jashtë llojit tan. E ai kur vjen jashtë llojit tan, as ty as llojin tan mos e na do. Mon ai kur vjen prej safi tjetër, ose kur vjen pi mileti tjetër, ose kur vjen prej fushës tjetër, ai domethënë ti edhe ai jeni të barabartë ai, të dy jeni armiq. Ama ai tash malet e ko betejën me një, dendja ka pas betejën me dy. Amo ti ja ki letu betejën se një ti ja ki eliminu. Si thonë, unë kom këtë konkurrent davet, unë kom këtë konkurrent politik, unë kom këtë konkurrent kauzën teme. Por me thjeshtu se ndoshta me këto kauzat fetare edhe të kombëtare, familjare ndoshta s'u ne kuptojmë. Po marrni shembull pi dynjos. Për shembull, ti edhe një vëlla musliman, ju jeni fjala bia për shembull që e mani një biznes me një vend. Ti atë nuk dush me konsideru konkurrent deri në armiqësi. Për arsye se nëse ti nesër eliminon vend konkurrenti tjetër, madje mundet me arpi dikujt që sabah akşam ai lutet kundër teje. Ndoshta pjesë motivit suksesit e ka me të zhduk tyje. Kur pastaj kur të metësh edhe ti edhe ai pa punë, edhe ti edhe ai pa sukses, pastaj dush me kuptuar që ti ja ke bë vetvetes, domethënë diçka të tillë, e kjo domethënë a duhet të më kon shumë zemërgjan, thjesht duhet të më kon pak më larg cilësive të munafikut, nuk duhet të më kon të më sabur. E dyta situatë është, dhe me këtë po e përmbylli, është mosmarrveshjet fetare. Shpesh ndodh domethënë aktorët e davetit ose protagonistët edhe eksponentët e frymave ndryshme islame kanë armiqësi të egër me njëri tjetrin. Me po ehlusuneti historikisht, e sidomos elitat e ehlusunetit, janë burrat më të dëshmuar historikisht për këtë çështje. Për arsye kur shon shumë goj plot, te përkatësia e tij e sunetit është mirë me reflektuar te kjo temë. Domthonë, si të thon herë që ti del një keq kuptim ani mos pajtim me dikë prej eksponentit davetit. Mos di kufi me akuzue, me shahe, me shpiv, domthonë banu marak se kjo cilësi munafikut. Kjo nuk është cilësi e mirë. Për arsye nëse analizojmë për shembull prej veçorive të ehlusunetit, karshi bidatxhive. E sidomos domethënë edhe karshi frymave domethënë ekstreme që janë këtë zaman, e gjojmë për shembull ehlusuneti asnjë llaf më shumë, asnjë llaf më pak nuk thot për ata. Vetë çat sa janë. Me bominguat në raport me ehlusunetin. Mund ti nuk ideja të fol për pasardhës e faraonit apo për kan.
Rasuna e shohim për shembull nëse fjala bie për marr dy shembuj, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, edhe shehin ton, imamin ton Sheikh Ibn Bazin rahimullah për bashkuarve, Ibn Taymiyyah për klasikëve, Ibn Taymiyyah rahimullah kur flet për bidatxhit, asnjë llaf më shumë, asnjë llaf më pak, vetë çartsan. Sheikh Ibn Bazin rahimullah vetë çartsan. Me bon bidatxhit, mi lexu për Ibn Bazin, me bon mi lexu bidatxhit për Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Domthon edhe orientalistët subjektiv thonë ka dashur të teprut. Domthon jo domthon s'po dish kufi. Domthon kur keni domthonën armiqsi. Pra si kisha pas dashur këtu me veçue Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, çfarë shembulltyr u kanë me armiqt e vet. Me armiqt. E sidomos mu mat shumë njerëz që pretendojnë që janë pasues të Ibn Taymiyyahs, me pa ku është Ibn Taymiyyah ku janë ana. Në Majmu'ul Fatawa vet Ibn Taymiyyah thotë: "Fala uhibbu an yuntasara min ahadin bisababi kadhibihi alayya aw dhulmihi aw udwani." Thotë kushdo që ka rrejnë ndaj meje, kushdo thotë që më ka bë zullum, edhe kushdo që më ka shpreh armiqsi, s'u bëhet qefi me dominu kundër tyne. S'u bëhet qefi thot mi zon rrein. Thot fe inni qad ahlaltu kull muslim. Se ja kum bë Allah keve. Veç inshallah kthehen në hak. Veç inshallah kthehen në sunet keve thot ja kum bë Allah. Pastaj walladhi kadhab thot walladhina kadhabu wa zalamu fahum fi hil min jihdi. Shakat bëj me mu ku kanë rrein ndaj meje, ku kanë bë zullum këtë Allah thot e kanë. Sigurisht në vëllezër armiqt e tij, shkaku i ilmit të madh, shkaku i argumenteve të fuqishme që ka pas. S'kan mujt në asnjë rast, madje edhe kur kanë qenë në oborrat mbretërore, s'kan mujt kurqish me mujt në debat. Pastaj kanë kaluar jo vetëm në shpifje në rrena derisa i kanë shfryzu këtë forcat e pushtetit për me arrestu, për me burgos, edhe mas pronte edhe për me leju gjakun, kanë dhënë fetva që është halal mu myt. Edhe pastaj çka ndodh? Domthon përfundon Sheikhul Islami në burg, edhe vuna për burgje, derisa vjen një sultan i cili me pushtetin e ri do mi ndëshku figurat e pushtetit vjetër. Edhe vend të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe i thot, apo më jep fetva krejt kush ka dhënë fetva për me të vrar, pi ulemave? Thot për krejt unë thot me dhënën verdikt për mu ekzekutu. Edhe pastaj sigurisht e përmend Ibn al-Qalanisi, thot Ibn Taymiyyah ka thonë, masi e ka kuptuar shoku dash sultani. E ka kuptuar që sultani po do mi eliminu kundërshtart, duke i përfshi aty edhe ulemat edhe xhallarët edhe dietarët e bidatxhive që janë kundër Ibn Taymiyyahs, thot fa akhadha fi ta'dhim al-qudati wal ulama. Tha ja nisi sultani pi fol fjalë të mira për ulemat dhe për gjykatësit. Wa yunkiru an yanala ahad minhum bisu. Edhe i thot nuk ka mirë mi ngust ta njerëz. Megjithatë ata janë kundër meje, po e kanë shpërfyer Islamin, kanë bë punë të hajrit, që ta njerëz kanë prap fen, na janë kona për burgje, që ta njerëz kanë mësuar njerëz në për xhamia, që ta njerëz kanë shërbyer fesë Allahut. Ani pse janë bidatxhi kështu më radh, thot wa qala lahu idha qatalta haula la tajidu ba'dahum mithlahum. Thot hajde çepi myt, kanë kiti pas tyne. Me shka i zavenson ti çeta. Bidatxhi, po që ta janë, me kanë i zavenson pastaj pas tyne. A mund gjenë sigur se këta që këtë jetën kanë punuar me dije, me davet e kështu me radh, me rujtën shtetin e muslimanëve. Edhe pastaj thot innahum qad adhawka wa aradu qatlak mirara. Po thot sultani Sheikhul Islamit, ti e di se ata sa herë kanë dashur me të vrarë. Ti e di se herë ata kanë bërë komplote kundër teje. I thot Sheikhul Islami, men adhani fa huwa fi hilli. Thot sta kish për mu, kush më ka bë zullum, këtë kanë halal. Sta kish për mua të bëj çikat, thot kush më ka bë zullum, këtë kanë halal. Wa man adha Allah wa rasula fa Allah yantaqimu min. Asi ta kanë shkel shenjtrinë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu mirët me ata, s'miron me këtë punë. Si ta kanë shkel ata hakun, Kur'anin, Sunetin, Allahu mirët me punë, nuk miron, nuk kam nevojë ti me mor hak për këtë punë. Merë Allahu te bareke taala wa ana la antasiru li nafsi. Thot unë nuk I jap zor me dal nga dhimtar për me qit veten, domethënë triumfues. Nuk ka projekt jemi me nxjerr veten, domethënë triumfues. Thot wa ma za bi hatta haluma anhum sultan Mustafa. Thot vazhdojmë fol derisa u zbut sultani ja fali këtë mbret këtë ulemave që kanë fol kundër Ibn Taymiyyahs. Thot wa kana qadi al-malikiyya. Kadia I malikive që ka qenë një për armikëve kryesor të Ibn Taymiyyahs, që I ka pas fetvat më të ashpra kundër Ibn Taymiyyahs. Ibn Makhlufi mas I ka ndodhur kjo ngjarje, thot marrajna mithl Ibn Taymiyyah. Thot s'kina pa burr si Ibn Taymiyyah. Thot s'kina pa aksionieri. Thot harradna alej. Thot na krejt forcat I kena mbledh me nxit njerëzit kundër tij. Krejt forcat I kena mbledh me nxit pushtetin kundër tij. Falam naqdir alej kur gjosun banëm. Wa qadra alejna fa safah anna wa haja anna. E thot kur ai pat pushtet për mineve, thot jo vetë që na I fali. U shtyke tha me pushtetin për me na pështu. U shtyke me njerëz të pushtetit për me na shpëtu sepse ky nuk ka munafik. I dha khasa me fajar, ku të hinda me si domethënë nuk di kufi. Ibn Qayyim rahimullah thot kështu. Thot wa ma ra'aytu yad'u ala ahadin minhum qat. Kur thot nuk e kam ni Ibn Taymiyyah të bë dua kundër amishëve vet. Kur thot. Është për fjala për sufi, për xehmi, për imamat e mutekeliminëve, njerëz që kanë shkruajtur libra detenat kundër Ibn Taymiyyahs. Thot kur nuk e kam pa të bë dua kundër tyne, thot wa kana yad'u lahum, përkundrazi e nisha të bë dua për ta.
Allahu më ullzu, Allahu më kthy në hak e kështu me radhë. Wa ji'tu yawman mubashiran lahu bi mauti akbari a'da'i. Thotë edhe në ditë më pru lajmin që armiku më i madh ka ndru jetë, edhe erdha tha mubashir, sikur pipi myshde që ka ndru jetë, armiku më i madh i Ibn Taymijes. Wa ashaddihim adawatan wa adhan la, edhe është një që më shumë të ashiqare ka qitë armiqsin edhe i ka bë zullum. Thot fa naharani wa tanakkara li wastarja. Tha ma boni bajat, tha më çortoi, edhe tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thumma qama min fawrihi ila bayti ahli fa'azzahum. Edhe tha hajde çumë shpejt shkome te shtëpia që aty ka ndrujet, edhe i ngushëllojmë familjarët. Ata këtë një lindje mesme ka ditë se këtë vujtja ti Ibn Taymijes ka pas për ti. Këtë vujtja disa herë në burg i ka pas për ti, tha shkoj te shtëpia te gruaja te fëmia me shku me ngushëllu që ka dek baba, thot wa qala inni lakum makana. E thot pisot un jam vend babës ju. Pisot shka keni nevojë për babën mu më keni. Thot wala yakunu lakum amrun tahtajuna fi illa musa'adatin illa wa sa'adtukum fi. Për çfarë do situate që mundi më kon hall. Unë jam ai që ju dal Zot inshallah. Unë ju dal se domethënë ju tash nuk e keni babën, nuk e keni Zotin e shtëpisë. Thot wa nahwa hadha min al-kalam fasurru bihi wa da'u la. Thot çaçu gzun tha nisën keq shtëpia me bë dua për mendimin. Me bë dua për mendimin wa 'azzamu hadhihi al-hala minhu fa rahimahu Allah wa radi an. Tha u habetun çish mundet njëri me ardhen çka drejtë. Çish mundet dikush me pas që ka shumburni, Allahu qoftë i kënaqur me të edhe e mëshiroft. Pse u kon kaq njëri me ndër lezër? Sepse ai e ka pas pazarin me him ballin të historisë. E mballin të historisë veç safi parë që janë zemërgjon. Veç safi parë që janë larpamës. Veç safi parë që janë vizionar. Njerëzit që prishën për pak. Njerëzit që e bojnë të voglën të madhe. Njerëzit që s'din mirënjohje, njerëzit që shpifin, njerëzit që s'din kufin. Ma shqip njerëz që kanë cilësitë munafikut. Ata domethënë nuk janë as për zgjalli më përmend e lëmë më domethënë në histori, elos Allah azza wa jall më na mëson me shkon shembullin e tyre, shembullin e Sheikhul Islam Taymijes, shembullin e Sheikh Ibn Bazit, shembullin e imamëve tonë. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.